Dhe përfund është sadakaja e veprimeve të vogla. Nëse ti jepet mundësia me largu një të keqe nga rruga, nëse ti jepet mundësia me ashti krahun dikuj me i ndihmu me kalu rrugën, dhe sa më të nevojshëm që t'jenë këta njerëz, sikur janë të verbrit, të moshuarit, e kështu me radhë, aq më tepër do të shpërblemi dhe kjo është sadaka veprore, sadaka fizike. Jo çdo kujt Allahu i ka dhënë mundësi me dhënë sadaka materiale, por ja Allahu na ka dhënë mundësi tjera, përmes fjalës mirë, përmes diturisë, përmes veprimit, ndonse shumë të pakt në numër apo në sasi, por shumë të vlefshëm tek Allahu në cilësi. Por dikë largimi një dege mund të jetë diçka shumë e thjeshtë. Nuk mund t'ja mbush syrin, po dikush e ka fituar xhenetin pikërisht me çat vepër. Sikur se ka fituar Ukashe, sahabiu i nderuar. U çu i parë e ka largu degën për rrugës, edhe e fitoi xhenetin. Pejgamberi Allah tha, e fitoi xhenetin Ukashe. U çu tjetri më njerë, tha sabaqaka biha Ukashe. Ta mur Ukashe tha. Pse? Këto janë sekretet e Allahut. Ne nuk e dim se ku na fshihet xheneti. Mund na fshihet xheneti tek një fjalë mirë. Mund na fshihet xheneti tek një gur në rrugë që e largon. Mund na fshihet xheneti tek një ndihmë që ja bëjmë dikujt fizike, një të varfri apo një të moshuari apo një të verbri. Mund vetëm një mësim, një ajet, një hadith që ja ke mësuar dikujt ti, Allah më ta dhon xhenetin për atë vepër që e ke bërë. Andaj lutim Allahun e Madhërisëm që të na bëj prej dorëdhënësave material, edhe prej bamirësave, edhe shpirtëror, edhe intelektual, por edhe vepror në mënyrë që ta fitojmë xhenetin e Allahut, apo të bëhemi prej atyre që do ta meritojnë apo do të begatohen me faljen e Allahut dhe me mëshirën e Tij.